Ja pse nuk duhet ta ngrohni ushqimin për fëmijën tuaj në mikrovalë. Akademia Amerikane e Pediatrisë po i paralajmëron të vegjëlit që të shmangin vendosjen e enëve plastike në mikrovalë dhe lavastovilje, të cilat përmbajnë kimikate të dëmshme. Në një raport të publikuar në internet, pediatër dhe studiues zbuluan se nivelet e rritura të kimikateve në ngjyruesit ushqimor konservoheshin në materialet e paketimit, diçka për të cilit prindërit duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm. Ngrohja e enëve plastike në mikrovalë ose vendosja e tyre në lavastovilje me ujë shumë të nxehtë rrit mundësinë e rrjedhjes së kimikateve të dëmshme, sipas Akademisë Amerikane të Pediatrisë. Enët prej qelçi ose paketimi prej çeliku inox rekomandohen si opsionet më të mira. Zgjedhja e ushqimeve të plota në vend të ushqimeve të përpunuara gjithashtu zvogëlon rrezikun e kontaminimit, ashtu si dhe larja e duarve dhe perimeve të freskëta gjatë përgatitjes së ushqimit. Më shumë individ kanë përcaktuar se këto mund të ndikojnë negativisht